Faleminderit që na ndiqni në kanalin tonë. Nëse ju pëlqen horoskopi yndëtor, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani videon me miqtë tuaj. Rubrika jone horoskopet vjen çdo ditë për të sjellë parashikime të qarta për çdo shenjë të zodiakut. Horoskopi datë 11 janar 2026, Dashi. Kjo ditë për Dashin karakterizohet nga një nevojë e fortë për të marrë kontrollin e jetës profesionale dhe financiare. Në aspektin e financave mund të shfaqen mundësi të reja për rritje të të ardhurave, por ato kërkojnë guxim dhe vendime të shpejta. Është e rëndësishme të mos veproni impulsivisht, pasi një zgjedhje e nxituar mund t'ju sjellë shpenzime të panevojshme. Shëndeti kërkon vëmendje veçanërisht në lodhjen fizike. Trupi yt ka nevojë për pushim dhe një ritëm të balancuar. Aktiviteti fizik i moderuar dhe kujdesi për gjumin ju ndihmojnë në rikthimin e energjisë. Në jetën në çift, Dashi përballet me nevojën për komunikim të sinqertë. Nëse ka pasur tensione, është një ditë e mirë për t'i sqaruar me qetësi dhe mirëkuptim. Për beqarët, magnetizmi është i lartë dhe tërheqin njerëz që ju sfidojnë. Mesazhi është të kombinoni guximin me durimin. Demi. Për Demin, kjo ditë sjell stabilitetin financiar si temë kryesore. Është një ditë ku puna e palodhur fillon të japë frytet e veta. Mund t'ju vinë të ardhura të qëndrueshme ose një përmirësim gradual i gjendjes ekonomike. Megjithatë, kujdes nga kënaqësitë e tepërta materiale që mund t'ju çojnë në shpenzime të panevojshme. Në aspektin e shëndetit, Demi ka nevojë të fokusohet te mirëqenia e përgjithshme. Trupi po reagon ndaj stresit emocional, prandaj aktivitetet relaksuese do t'ju sjellin qetësi. Kujdes me ushqimin dhe ritmin e jetesës. Në çift, marrëdhëniet forcohen përmes besimit dhe sigurisë emocionale. Është një ditë e mirë për të ndërtuar plane të përbashkëta për të ardhmen. Beqarët do të ndihen më selektiv se zakonisht, duke kërkuar dikë që ofron vlera të ngjashme. Mesazhi për Demin është të mos ketë frikë nga ndryshimet e vogla. Edhe pse siguria është e rëndësishme, evolucioni vjen përmes hapave të matur drejt të res. Binjakët. Binjakët përjetojnë një periudhë dinamike në aspektin financiar sot. Mund të shfaqen burime të reja të ardhurash, sidomos përmes teknologjisë ose projekteve kreative. Megjithatë, paqartësia mund t'ju sjellë shpërqendrim, ndaj është e rëndësishme të fokusoheni në një drejtim të qartë. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen tuaj mendore. Mendja aktive e binjakëve ka nevojë për organizim. Kujdes me anksin dhe mbi ngarkesën. Bilancimi mes punës dhe jetës personale do të jetë kyç. Në marrëdhëniet në çift, dialogu është arma juaj më e fortë. Diskutimet e hapura ndihmojnë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Beqarët kanë shumë mundësi njohjesh, por duhet të dallojnë lidhjet sipërfaqësore nga ato me potencial afatgjatë. Mesazhi për binjakët është të mësojnë të dëgjojnë, jo vetëm të flasin. Qetësia dhe vëmendja ndaj detajeve do t'i ndihmojë të marrin vendime më të mira. Gaforja. Për gaforen, financat lidhen fort me ndjenjën e sigurisë. Është një ditë e mirë për të riorganizuar buxhetin dhe për të menduar për kursime ose investime të sigurta. Mund të ketë shpenzime të lidhura me familjen, por ato do të sjellin kënaqësi emocionale. Shëndeti kërkon kujdes, pasi ndjeshmëria e lartë ju ndikon në mirëqenien fizike. Pushimi dhe koha me njerëzit e dashur do të jenë thelbësor. Në çift, marrëdhëniet do thellohen përmes empatisë dhe kujdesit reciprok. Është një kohë e mirë për të forcuar lidhjen tuaj. Beqarët mund të ndihen nostalgjik, por kjo periudhë ju sjell mundësi për një lidhje të sinqertë dhe të qëndrueshme. Mesazhi për gaforen është të besojë më shumë në intuitën e vet, por edhe të mos harroj të vendos kufi të shëndetshëm. Luani. Luani përjeton një ditë ku ambicia financiare është e lartë. Mund të ketë mundësi për avancim profesional ose rritje të të ardhurave, sidomos nëse merr iniciativa të guximshme. Megjithatë, është e rëndësishme të mos e teprosh me rrezikun. Shëndeti është i qëndrueshëm, por energjia e lartë kërkon kanalizim të mirë. Aktiviteti fizik dhe krijimtaria do t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin. Në marrëdhëniet në çift, Luani kërkon sot vëmendje. Nëse kjo mungon, mund të lindin tensione.
Beqarët do të shkëlqejnë dhe do të tërheqin vëmendje lehtësisht, duke pasur mundësi për njohje të rëndësishme. Mesazhi për Luanin sot është të kujtoj se udhëheqja e vërtet vjen nga zemërgjërsia dhe jo vetëm nga forca fizike. Virgjëresha. Virgjëresha hyn në një fazë ku realiteti financiar kërkon vëmendje maksimale, por sjell shpërblime për ata që kanë punuar me përkushtim. Kjo periudhë favorizon stabilitetin dhe ndërtimin e një baze të fortë ekonomike. Shëndeti për Virgjëreshën lidhet me rutinën tuaj. Trupi po reagon ndaj lodhjes, stresit dhe mungesës së një rregulli. Kujdesi ndaj sistemit tretës, gjumit dhe ushqimit do të jetë thelbësor. Një disiplinë ditore do të sjellë përmirësim të ndjeshëm të energjisë. Në jetën e çift, Virgjëresha kërkon qartësi dhe ndershmëri. Nëse marrëdhënia ka qenë e paqartë, tani vjen momenti për sqarime. Diskutimet e hapura, edhe pse ndonjëherë të vështira, do ju sjellin stabilitet. Për beqarët, kjo ditë sjell njohje serioze përmes punës ose rrethit shoqëror, ku lidhja do të ndërtohet gradualisht e me besim. Peshorja. Peshorja ndodhet sot në një ditë ku balanca financiare do të jetë sfida kryesore. Mund të ketë luhatjet e të ardhurat, por ka edhe mundësi për përmirësim përmes bashkëpunimeve dhe marrëveshjeve të reja. Vendimet financiare sot duhet të merren me maturi. Shëndeti kërkon harmoni mes mendjes dhe trupit. Stresi emocional mund të shfaqet në formë lodhjeje fizike. Aktivitetet që ju sjellin qetësi, si muzika, arti apo ecjet në natyrë, do të jenë shumë të dobishme. Në marrëdhëniet në çift, peshorja përballet me nevojën për ekuilibër emocional. Nëse njëra palë ka dhënë më shumë se tjetra, tani kërkohet barazi. Kjo periudhë favorizon vendime të rëndësishme për të ardhmen e lidhjes suaj. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të bukur, ku komunikimi dhe tërheqja do të jenë shumë të forta. Mesazhi për peshoren është të mos shman konfliktet e vogla. Akrepi. Akrepi hyn në një fazë transformuese sot, sidomos në aspektin financiar. Mund të ketë ndryshime të papritura, por janë pjesë e një procesi që ju rrit. Është një ditë e mirë për të mbyllur kapituj të vjetër dhe për të nisur strategji të reja financiare, pasi intuita juaj është shumë e fortë. Shëndeti kërkon vëmendje. Mbajtja e ndjenjave brenda vetes mund t'ju ndikojë negativisht. Çlirimi emocional përmes bisedave me miq që i besoni ose aktivitet fizik do të jetë kyç për ju. Në çift, pasioni është i fortë, por mund të shfaqet xhelozi. Besimi dhe transparenca do të jenë çelësi për të shmangur tensionet. Për beqarët, kjo është një periudhë magnetike ku mund të lindë një lidhje intensive dhe transformuese. Mesazhi për akrepin është të mësoj të falë, jo për të tjerët, por për paqen e vetë të brendshme. Shigjetari. Shigjetari përjeton zgjerim në fushën financiare. Mund të hapen horizonte të reja përmes udhëtimeve, studimeve ose projekteve ndërkombëtare. Optimizmi juaj është i lartë, por duhet të kombinohet me realizëm për të shmangur gabimet. Shëndeti është i mirë dhe kërkon kanalizim në drejtimin e duhur, mos neglizhoni pushimin. Në çift, nevoja për liri dhe hapësirë është e theksuar. Dialogu i sinqert do t'ju ndihmojë në ruajtjen e harmonisë. Beqarët kanë shanse për njohje emocionuese, shpesh me persona nga kultura ose vende të ndryshme. Mesazhi për shigjetarin është të mos iki nga përgjegjësitë, duke kërkuar gjithmonë aventura të reja. Liria e vërtet vjen kur je i qëndrueshëm dhe jo duke ikur nga përgjegjësitë apo duke i shmangur ato. Bricjapi. Bricjapi ndodhet në një nga ditët më të rëndësishme për ndërtimin e sigurisë financiare. Puna, karriera dhe përgjegjësi do të jenë në qendër të vëmendjes. Përpjekjet e viteve të fundit fillojnë të japin rezultate konkrete. Mund të keni një rritje të ardhurave, avancim profesional ose një rol më të fortë ose drejtues. Shëndeti kërkon vëmendje. Bricjapi shpesh e neglizhon trupin duke u fokusuar vetëm te puna. Kujdes me lodhjen kronike, kockat, nyjet dhe tensionin.
Pushimi nuk është luks për ju, por domosdoshmëri. Në marrëdhëniet në çift kërkoni stabilitet dhe besnikëri. Marrëdhëniet serioze sot forcohen mëtej. Mund të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen, si bashkëjetesa, martesa ose plane afatgjata. Për beqarët, dashuria vjen ngadalë por me themele të forta. Do të tërhiqeni nga dikush që ju ofron siguri emocionale dhe është i pjekur. Ujori. Ujori përjeton një ditë ndryshimesh të papritura në aspektin financiar sot. Mund t'ju lindin ide origjinale që sjellin fitime, por edhe nevojë për të përshtatur shpejt me rrethana të reja. Shëndeti lidhet drejt për drejt me gjendjen tuaj mendore. Stresi, pagjumësia ose mbingarkesa mendore do t'ju ndikojnë negativisht. Kujdes ndaj sistemit nervor. Shkëputuni her pas here nga rutina. Në çift, ujori kërkon një lidhje që respekton individualitetin e tij. Nëse ndihesh i kufizuar, mund të distancohesh emocionalisht. Dialogu i hapur është çelësi për të ruajtur harmoninë tuaj. Beqarët nga ana tjetër mund të përjetojnë një dashuri të pazakontë, ndryshe nga ajo që kanë përjetuar ndonjëherë më parë, shpesh me një person intelektual ose shumë të veçantë. Mesazhi për ujorin është të mos i friksohet lidhjeve emocionale. Të ndash ndjenjat nuk do të thotë të humbasësh lirinë. Peshqit. Peshqit sot hyjnë në një periudhë reflektimi të thellë në fushën financiare. Intuita është e fortë dhe mund t'ju udhëheqë drejt vendimeve të zgjuara, por rreziku qëndron te iluzionet. Kujdes me shpenzimet të bazuara në emocione ose premtime të paqarta. Shëndeti kërkon qetësi shpirtërore. Peshqit janë shumë të ndjeshëm ndaj energjive rreth tyre. Stresi emocional mund t'ju ndikojë në trup. Meditimi, kontakti me ujin apo arti dhe muzika do të jenë shërues për ju. Në marrëdhëniet në çift, romantizmi dhe ndjeshmëria janë të theksuara. Sot është një ditë ku lidhjet do të thellohen emocionalisht, por duhet të shmangni idealizimin e tepërt të partnerit. Për beqarët mund të lindë një dashuri shumë e bukur, por është e rëndësishme të rini me këmbë në tokë dhe realist. Mesazhi për peshqit është të besojë në ëndrat e veta, por të mos harrojë se realizimi i këtyre ëndrave kërkon hapa konkret. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.